Edhe kafe çka po bëhet. Mirëmëngjes miq. Të të roj burri, të të roj gruaja. Ju rofshin fëmijët. Paçin fatin e Marigos. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budallaqesh bëj unë gjithë ditën. Do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon për shembull, ja balkoni, ja vetvetja, kafja. Si qa kemi këtu. Moj shek lezhiane, moj sirene detit. Shek, më vdes për shek, është frutimi preferuar. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, jena të menshëm. Tani po i bëjmë gjesin djalit. Po i bëjmë gjesin djalit. Sepse Viki ishte pak si paqeve dhe pam të arsyeshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do haj quni, gushpome, mëgjesen. Unë sot dhe mund të kisha fjetur sa ai e bën dhe vetë mëgjesin, po kur mësosh me një orar, mësosh me një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypësh shumë fort pastën e dhëmbëve që të nxjerrin ai pikë. Po pse ta hedhin? Ta fal eri kaq? Jo, mi të në fund. Është dhe. Ja. Ti edhe më dhe i qik. Ja. Gjokastra pikon. U vesha. Bëra rutinën skin caring. Tani, me sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se mërë vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë. Majtë sa mundemi, do me thënë. Do bëj këtu në tualet, sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe mos sa bezdis, mos ja ndes dritën. Po bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku jam, që sa e mirë jam. Po pres quni tani, që të qytet të shkolla. Edhe shumë. Më kujtu që kur ka qenë djali vogël, i kanë pasën, kur vura unë ato syzet, që kanë syzet nga largë, i kanë pasën shokët e futbollit, që njërë ka jotë është si Mia Khalifa. Djali u mërzit shumë, ndërsa mua më bë qefi. Aty e kuptova që jam shumë e re për të qenë një njerëk. Klot, se qa kanë me flokët e mija, më kanë shkujtje shumë e bukur, po flokët si ke mije. Po unë dje u krefa me, pastaj unë s'do kem çdo gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezinë, që s'mi intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë njerë, i kam shumë bukur. Ja. Se nuk e thashë vesha unë sot, edhe i se marrë këtë lutë më mbërthe pak fustanin. Tha mu, po kjo është fustan për 15 vjeçar shpirt. I thash, po të thash për marrë mos e më nusën ka që të re. Se pastaj do vita dhe do bësh gjelas. Ne bëm ca punë tjera, unë dhe Klodi. Për dalë. S'bim kotë, si jena njerëz boshanik. Edhe po harrova t'ju tregoja se që po bëja tash në video. Edhe tani po ikim tek Ormeu. Të shohim njerëz situatën në Ormeu. Sonte ka verë dhe gështenja. Gështenja të pjekura në prush. Risottoja e jetës me super kërpudha porcini të bukës. Sa mirë.